Po dëgjoni podcastin Miqësisht e Lida. Përshëndetje miq, mirë se vini në podcastin Miqësisht e Lida. Jemi në këtë episod në vazhdim të një diskutimi që në fakt është shumë i nxehtë, me këdo nga drejtuesit e lartë të flas gjithmonë në sektorin privat, sa dhe si harim t'ja dalim ban në një situatë kur leadershipi ndihet që është në ujërat pasigurta, që ne ndjejmë që balanca e punës dhe jetës shpeshherë harin në atë që quhet djegje profesionale, që është burnout, një mental burnout, por jo vetëm. Dhe e treta ishte prap ajo që ne shpeshherë themi largimi njerëzve, por që unë këtë gjë e kam dalë në konkluzionin që s'ka të bëjë më me largim njerëz, por ka të bëjë me dëmin që na bëhet në uljen e performancës dhe që kompania kapet peng i stafeve të larta, i kontribuesve më të mirë, i talenteve, të quajtur ndryshe talente. Cili është antidoti për këtë, i cili vjen si një përgjigje ndaj pyetësorit që ne kemi bërë me 100 ca CEO në fillim të vitit, që bëjmë nga MCC, dhe duke parë edhe cilat janë gjetjet nga disa burime të tjera të besueshme, ajo që dalim në konkluzionin është që ne duhet gjejmë antidot, dhe antidoti është të krijojmë një kulturë performancës së lartë. Dhe për këtë jemi duke folur. Kam folur gjatë gjërë si mund të krijohet së pari kjo performancë e kulturës së lartë. Dhe besoj se kemi rënë dakord dhe kemi thënë disa herë që e para duhet krijojmë një kulturë gjithëpërfshirëse të gjithë kompanisë për performancë të lartë. Pra nuk ka të bëjë vetëm me stafin e lartë. Stafi i lartë duhet të jetë në një vend që lulëzon ku rreth e rrotull ka njerëz të cilët ndajnë të njëjtën ide, janë të rekomanduar, të admiruar të njëjtat modele të performancës së lartë dhe asnjëherë të mos kapurit me ngërç apo të kapurit peng nga persona që edhe janë edhe s'janë në kompani. E dyta ishte një kyç se si mund të bëjmë të ndërtojmë këtë kulturën e performancës së lartë, është dalja në tregje ndërkombëtare, dhe për këtë folëm në podcastin e kaluar të 280, ju lutem lexojeni, dëgjojeni, varet se si doni ta ndiqni, mund ta ndiqni në YouTube, mund ta ndiqni nga faqja e MCC atje ku ne kemi pjesën e blogut. E treta që do të flas sot është një paketë tërheqëse kompensimi për stafin e lartë, ku paga konkurruese është vetëm një pjesë e saj. Realisht, përse jemi duke folur për këtë temë, dhe përse për këtë temë unë në fakt është pjesë e jetës time, unë këtë gjë bëj çdo ditë nëpërmjet programet e mia coaching me Lidën, duke punuar me CEO-t dhe me stafet e larta, pikërisht këtë gjë duam të arrijm, të krijojmë në mënyrë të qëndrueshme një përgjigje ndaj gjithë problemeve që ka leadershipi, ndaj kokëdhimjeve më të mëdha që ka leadershipi. Dhe kur flas leadershipi, biem dakord me disnesh që unë do të drejtohem vendimmarrësit, ata që marrin vendime do t'i quaj bossi në këtë rast, okay? Dhe në rastin konkret, ajo që jemi duke folur, ne gjithë CEO-t, gjithë bossat kanë gjithmonë pyetjen, okay, po si ta bëjmë që t'i mbajmë ta, po na ikin, edhe ata që kanë më shumë e kanë mendjen andej se sa e kanë mendjen këtej. Dhe shpeshherë unë pyes, okay, çka ka qenë në muajin e fundit, cila ka qenë tema e bisedave të tua me këtë personin? Kur ai ta ka bërë shumë mirë të qartë që është duke parë për të ikur. Po çfarë të bëj? Bëj sikur se kuptoj, bëj sikur se dëgjoj, thjesht e them ai të bëj punën, thjesht mbyll syt kur ai ikën dhe s'vjen, kur ai nuk vjen në orar. Pra çfarë kemi bërë? Kemi legjimitizuar, e kemi bërë legjitim një kulturë performance tullet, që do të thotë kemi rënë në mediokritet dhe vemi me pjesën të fitojmë sa të fitojmë, mundësisht mos dalim me humbje, nganjëherë le dalim me humbje vetëm që t'i mbajmë ta njerëz. Dhe jemi kthyer në peng të disa njerëzve, por unë mendoj që nuk është peng ndaj tyre, por është peng ndaj një mendësie të gabuar. Po mirë, çfarë bën një strategji të qëndrueshme për mbajtjen e stafeve të larta? Cilat janë ata elementë që duhen marrë qëllimshëm në konsiderat? Dhe janë 3, miqtë e mi, që unë besoj se cili nga ne, ata që drejtojnë duhet marrë dhe të konceptojë shumë mirë që mbajtja, tërheqja, kërkimi që të kemi një marrëdhënie afatgjatë me ta, është shumë më tepër se sa ajo që dëgjoj shpesh që, okay, i kam dhënë pak, sa ka dashur. Kjo paketë që ne flasim duhet të jetë mirë balancuar, që në trurin e CEO-s, e bossit, që ka të bëjë para me përfitimet financiare të drejtë për drejta, ka të bëjë me stabilitetin afatgjat
Dhe elementi i ri që është futur që duhet patjetër që duhet merret në konsiderat është mirëqenia personale dhe familjare. Është një gjë e cila vjen si buka që ha për këtë shtresë të popullatës, stresën aktive, të forcës aktive që ka hyrë në tregun e punës. E kanë të domosdoshme mirëqenien personale dhe familjare. Në shumicën e personave që vinë nga drejtuesit që kanë ngritur ato që ne quajmë perandoritë të sotshme që drejtojnë në Shqipëri, në konceptin e tyre kanë ngelur me pjesën që e di çfarë bëja unë për të fituar këtë rrogë, unë kam bërë këtë, kam bërë atë, e di sa kam duruar, e di sa kafe kam bërë unë, e di sa vrap kam bërë, e di, por bëhet fjalë për një brez tjetër. Dhe ky brezi tjetër ka shumë të rëndësishëm, jo vetëm për fitimin financiar të tanishëm, pra nuk vjen me idenë punoti sot se pas disa vitesh do të them bravo, edhe do të jap çfarë të duash ti. Pra është sot, e duan të qartë, e duan të shkruar, e duan të zbatuar, e duan nëse ju thuhet duhet bërë. E dyta, duan një stabilitet afatgjatë, ajo që ne folëm pak edhe në podcastin e kaluar, dalja në tregje të tjera. Kanë nevojë të mësojnë gjëra të reja, kanë nevojë të marrin një prestigj, luftojnë për një brandim që e duan ta marrin një mark nga vendi punës ku janë. Dhe e treta, siç thash, është mirëqenia personale dhe familjare. Duke folur shpesh herë për këto gjëra, ajo që un kam kuptuar është që qoftë në Shqipëri, qoftë në Ballkan, emigracioni i këtyre talenteve, këtyre njerëzve është i jashtëzakonshëm, është sfidë e jashtëzakonshme. Por janë drejtuesit, bosët që duhet të jenë kreativ dhe duhet të jenë fleksibël në ata çfarë i ofrojnë këtyre njerëzve. Shpesh herë është shumë e kollajt se sa ne mendojmë të konkurosh me tregun ndërkombëtar. Sepse dhe në tregun ndërkombëtar nuk është se ata vjen atje dhe marrin çfarë kërkojnë. Por ajo që ata kërkojnë vazhdimisht është duan një stabilitet financiar, ta kenë të ditur që te kompania ku janë të sigurt, të paktën për 20 ditë të ardhshme. Duan përfitime për familjen, duan mbështetje për strehimin, duan absolutisht mundësi të zhvillohen nga ana personale dhe profesionale, sepse kërkojnë të kenë një emër, kërkojnë të qëndrojnë gjatë në treg, kërkojnë të kontribuojnë për një kohë të gjatë. Dhe ajo që menjëherë do dëgjoja 2-3 drejtues, do më thonë, po mirë Melida, kjo është çka kërkojnë ata. Po ne që ju japim vendin e punës, po ne që ju japim mundësinë të rinë në vendin e tyre, po ne që i kemi vënë në pozita drejtuese kur janë kaq të rinj. Është shumë e vërtet, por ajo që ne po kërkojmë në këtë rast është kogëdhimbja me ty i dashur, është me ty drejtues. Nuk është kogëdhimbja me këta të rinjt akoma. Ata e kuptojnë kur dalin në botë dhe janë një pjesë e grupeve që unë punoj tani që ata kanë kogëdhimbje tjetër. Por ajo që kam kuptuar është që mendësia jote drejtues i dashur, CEO i dashur, boss i dashur, mendësia jote është që sjell largimin e tyre. Nëse ne do fillojmë të punojmë më mençurisht, jemi më kreativ dhe më fleksibël në ofertën që ju japim këtyre të rinjve. Dhe flasun gjithmonë të rinj jam ata që quajnë nga 30 deri në 45-50 vjeç. Ajo ofertë që ne ju japim këtyre duhet të jetë e mirë menduar. Sepse është kjo ofertë që ju japim atyre që është sukses, domethënë është thelbësor në suksesin afatgjatë të kompanisë tënde. Pra është një win-win nga të dyja palët, por është detyra jote si strateg të fillosh të marrësh hapa për këtë gjë. Dhe këto janë pikërisht çfarë ne bëjmë në coaching me Elidën. Pse? Në moment që ti fillon të mendosh për krijimin e një performance të lartë, një kulture të performancës lartë, ku ti përjashton çdo gjë që është mediokër, apo çdo gjë që ka të bëjë me marrë shfitimit ulët, aq të ulët sa ti lufton me 1 lek me atë që e konsideron konkurrencën tënde. Dhe pastaj në moment që konkurenca jote është në perceptimin e të gjithëve është një punëdhënës i huaj, ti thua aty unë dorëzohem, se unë s'mund të krijoj një gjë të konkurroj ata dhe nuk është as pak e vërtet. Ne kemi mundësi të japim mundësira të jashtëzakonshme këtyre stafit të lartë, këtyre që ne i quajmë kontribuesit më të mirë kompani, ata që quajnë rëndom talentet që ikin, ata që quajnë rëndom trurit që ikën. Ne kemi për detyrë. Pse e kemi në dorë? Po ne kemi për detyrë të rrisim lidhjen emocionale me kompaninë, sepse duhet vemi tek ato që quajnë përfitime të personalizuara, që e bëjnë të vështirë largimin nga puna. Ne kemi për detyrë të ofrojmë stabilitet afatgjatë. Ne duhet të themi që kompania këtu është për një kohë shumë të gjatë dhe duhet ta vërtetojmë me vepra, duhet ta vërtetojmë me strategji të cilat ne i bërtasim. Por edhe te përfitimet e personalizuara, kur ti lidh dikë me një pension privat apo me një kredit e cila është një kredi më e butë nga gjërat e tjera, sigurisht që jep një ndjenjë sigurie dhe një ndjenjë afatgjatësie, një stabiliteti. Tjetra, po duke u marrë ne me këtë gjën, ne ndihmojmë në rritjen e aftësive profesionale. A nuk duam që të investojmë
në rritjen e stafit ton, i cili nga ana tjetër sjell rritjen e motivimit të tyre, e cila sjell rritjen e përkushtimit të tyre, e cila sjell çfarë? Krijimin e një performance të lartë, e një kulture të performancës lartë. Po pse duhet ta bëjmë ne këtë? Po prap duhet ta bëjmë sepse duhet ta bëjmë konkurrencën sa më pak tërheqëse. Një senior staff do mendohet 2 herë për të larguar. Nëse përfitimet e këtij personi shkojnë përtej pagës mujore, nëse përfitimet e tij nuk shkojnë drejt çfarë merr sot, dhe shpeshherë ne hapim qesën, themi aman vetëm të qëndroj këtu. Dhe nuk e lidhim këtë gjën me një stabilitet afatgjat apo me mirëqenien personale apo profesionale apo familjare të tyre. Nga ana tjetër, është në interesin tonë të krijojmë këtë kulturë pune të performancës së lartë, sepse është pikërisht kjo që i motivon dhe angazhon dikë që e ka punuar trurin, staf i lartë, këta që janë të mirë punuar në trurin e tyre, e vlerësojnë shumë transparencën, e vlerësojnë shumë mundësinë e rritjes, e vlerësojnë shumë sa vlerësohet kontributi i tyre. Dhe janë pikërisht gjetje që ti mund t'i marrësh të shikosh nga Gen Z, çfarë kërkojnë sot, çfarë duan sot është pikërisht kjo, dhe kemi për detyrë ta bëjmë ne. Nga ana tjetër, ne duhet ta marrim seriozisht zgjerimin në tregjen ndërkombëtare që fola në podcastet e tjera, sepse këto në fund ditës janë mundësi të reja për biznesin tënd, për familjen tënde. Por kjo nga ana tjetër jep mundësi drejtuesve të lartë të tu të rriten pa pasur nevojë të largohen nga kompania. Nga ana tjetër, pse kemi ne për detyrë të krijojmë paketa tërheqëse kompensimi që shkojnë përtej pagës? Po e kemi ne për detyrë sepse ne kemi për detyrë t'i bëjmë të interesuar, qoftë në rritjen e kompanisë, duke i bërë pjesë të aksioneve, sigurime shëndetësore, kujdesit për familjen, të cilat janë të jashtëzakonshme, se në fund të ditës i mbajnë dhe i motivojnë në 3 gjërat që ata duan, si thash, përfitimet financiare, stabilitetin afatgjat dhe në mirëqenien personale dhe familjare. Më lejoni të ndaj disa element që në tregun e punës e kemi bërë të bëshme, pra nuk janë në parim që këto i gjën te Google apo i gjën në për kompanitë e tjera, Microsoft e tjera. Këto i gjën në tregun shqiptar të punës, por jo vetëm në tregun shqiptar, por atje ku shqiptarët kanë bizneset e tyre. Le t'i marr me radhë. Do t'i vënë në radhë siç gjënden në tregun e punës, pa thënë që shiko se kjo është më e rëndësishme nga tjetra. Në një farë mënyrë është ajo që ju them dhe CEO-ve kur ulem. Unë do jap një bufet të gjërave, secili që më dëgjon, you pick and choose your diet, pra ti e di çfarë menuje do të zgjedhësh. Për shembull, kur themi që paga është një faktor i rëndësishëm, duhet të jemi shumë kujdesshëm që të kemi një pagë bazë konkurruese, por kjo do të jetë konkurruese në linjë me tregun ndërkombëtar të punës dhe nga ana tjetër me gërma të mëdha të reflektoj nivelin që ka ky person, që do të thotë nivelin e përgjegjësisë që merr. Pra nuk mund të thuash që unë do t'i jap një titull nëse ky personi nuk e meriton, e cila të shkon pak nga pak të çon në ato në mënyrat e personalizuara ku dikush duhet të ecë. Mënyrat e personalizuara që do të thotë që të arrish të quhesh një global HR director, global marketing director, finance director. Duhet ma vërtetosh. Pra përgjegjësia që ti do të marrësh duhet të jetë më e lartë nga ajo që kam tani. Bonuset duhet të jenë strukturuara fiks sipas indikatorëve të kyç të performancës. Pra çfarë detyra ka? Pra rritjet e ardhura nuk do të vi sepse kam frikë se do mikësh. Por rritjet e ardhura për ty dashur senior staff do të vi sepse ti po jep më shumë. Ti po menaxhon më mirë ekipin, ti po zgjeron tregun. Pra lidhja e këtyre bonuseve në mënyrë të drejtë për drejtë me performancën dhe me rezultatet e kompanisë krijon një motivim të drejtë për drejtë. Pra është e jashtëzakonshme kur ne themi, unë e them në fund të vitit, nëse pse do ta bësh në fund të vitit? Nëse ky person nuk performon në 3 muajt e parë, si do performojë në fund të vitit? Ai e di shumë mirë që nëse 3 muajt e parë nuk ka arritur objektivat, e di që në fund të vitit është i humbur, nuk do marrë bonus. Por nëse ne jemi kreativ dhe fillojmë të mendojmë në këtë formë, është njësoj si të marrësh dhe të drejtosh atë kompaninë, ta drejtosh çdo muaj sipas çfarë ka sjell tregu dhe çfarë ne po kërkojmë. Kur them gjithmonë bonuset lidhura me performancën dhe rezultatet direkte të kompanisë. Tjetër gjë që unë mendoj është pavarësisht që ne mund ta themi që po si do të jetë kjo kur kompania ime nuk e di se sa është vlera e një aksioni, nuk është e vështirë sot. Mund të ulemi të flasim bashkë, absolutisht është e bëshme. Futja në opsionet për aksionet, që është equity plans. Realisht është, nëse ne fillojmë të futemi për shembull të dalim në tregun jashtë, ne mund të bëjmë
absolutisht ta persona mund t'i bëjmë njerëz të interesuar për t'ju dhënë ndjesinë reale të pronësisë dhe motivimin për të rritur këtë vlerë të pronësisë. Nga ana tjetër, nëse do të flisja prap e lidhur prap me këtë gjën që jemi duke folur, ka shumë formate që ne këta njerëz mund t'i bëjmë të ndihen që janë të lidhur pasgjithshmërisht me kompaninë tonë për interesin e tyre dhe për interesin tonë. Ka fonde pensione privat. Pra, përveç kontributeve të detyrueshme që dëgjojmë gjithandej dhe thuhet, unë i paguaj siguracion, më fal, ato janë detyrueshme. Çfarë duke bërë shtesë për këta persona? Kur ti e di që është shumë e rëndësishme stabiliteti i tyre afatgjatë. Pensione privat apo sigurime premium shëndetësore, përfshirja në këto edhe e familjes, sigurim shëndetësor, premium për familjen, bashkëshorti, fëmijët, është shumë e rëndësishme. Dhe nëse një kompani është në tregun e punës prej shumë vitesh, mund të ulet dhe me shoqëritë e siguracioneve mund të marrë oferta të jashtëzakonshme, që nuk të kushtojnë gjë fare. Jam gjithmonë duke folur nga realiteti shqiptar. Kujdesi për familjen. Nuk i kushton asgjë një kompani të fillojë të mendoj mbulimin e shkollimit për stafin e lartë për fëmijët. Ndihma për çerdhet apo mbështetje për të afërmit që kanë në probleme. Unë nuk di të them sa mirënjohse kam qenë me disa partnerë të mi kur ata morën vesh që unë kisha një problem shëndetësor dhe sa dhe si u gjendën. Dhe unë flas që për shkak të kësaj është që unë do ta mendoj 2 herë shtyrjen e bashkëpunimit me ta. Ndërkohë që mund mendoja që okay, pas disa muajsh apo pas një viti do të ta lë. Siç po flas, kur flasim mbështetje për edukimin e fëmijëve, mund të ketë subvencione ose mund të ketë rimbursim pjesor. Por është absolutisht ndihmë e jashtëzakonshme sot kur ju e dini që çdo i ri sot, gjë që nuk ka qenë e vërtet për ne, është që në moment që fëmia del, që 6 muajsh duhet paguajnë për atë fëmijë. Po duhet të paguajnë dhe nëse ne mbulojmë një gjë të tillë është jashtëzakonisht e rëndësishme. Pra, më kuptoni edhe një herë, ju që punoni me mua e dini që nuk jam duke thënë manipuloni këta njerëzit, absolutisht nuk jam duke thënë këtë, por jam duke thënë be human. Before you are managers, be human. Pra mbështetja për edukimin e fëmijëve është një gjë e shkëlqyer. Është leja prindërore paguar? Okej. A mund të jetë që mund të zgjatet periudha e pushimit për lindjen e fëmijëve? Mbi standardin ligjor, patjetër që mund të bëhet. Si mund të bëhet kjo? Po mund të bëhet me punën hibride. Pra vetëm të jemi pak kreativ, ne kemi mundësi që dikujt t'i japim një gjë që nuk do t'i jap askush në botë. Askush në botë. Okej, mund t'i japin po do vjen për shembull disa vende që kanë këtë prej 3 vitesh pushim. Okej, po derisa të vjen atje. Ju ka ikur dhe mosha për të bërë fëmijë. Okej, pushimet të paguara ekstra. Ne kemi mundësinë për ditë të caktuara. Ne kemi plotësuar me dikë, kemi bërë për shembull ditëlindjen e dikujt, kemi bërë të deklaruar që s'ka pse të vijë atë ditë në punë. Po ju kuptoni sa e rëndësishme është kjo. Po ju kuptoni kur këtë gjën e shton dhe bën çik më tej dhe i thua, ka mundësi të vesh për drek me bashkëshorten tënde për ditëlindjen me familjen tënde në filan vend dhe kemi të paguar ne? Po e kuptoni çdo thotë kjo kur ata do të mendojnë për të ikur, po sikur dhe rreth i tyre rreth rrotull çfarë ka për t'ju thënë? Ore ku do veni? Këta janë që kanë investuar dhe po investojnë tek ju. Pika tjetër shumë e rëndësishme për këtë brez është strehimi apo ndihma për kostot e jetesës. Është ne kemi mundësi me lidhjet që janë këtu që secili njeh secilin. Mund të futemi nëpër banka dhe të marrim kredi më të buta për këta njerëz që janë kontribuesi më të madh tek ne. Të futemi siç do futeshim për vajzën, për djalin ton. Dhe të krijojmë një bazë të qëndrueshme jetese për ta. Dhe të interesojmë me gjithmonë që ata të kenë një mundësi jetese më të mirë këtu. Mund të bëhen subvencione për qerat. Kompania patjetër mund të marrë të bëjë lidhje me disa kompani dhe të marrë disa apartamente dhe të ndihmojnë në 4-5 vitet e para që ndërtojnë familjen. Mund të ketë prap paket që ti mund t'i shkëputësh, i largon nga Tirana dhe i thua, okay, mund vesh të punosh 3 ditë të vish dhe 2 ditë mos vish dhe shko puno ku ke shtëpinë e prindërve. Patjetër që do t'i thuash, okay, për këtë gjën ke një automjet të makinës. Ju betohem që kur do të hyni lapsit dhe do t'i bini këtyre, kur ju mendoni tani do thoni, të harxojnë kaq shumë, e ke gabim. Nëse do t'i biesh me lapse me letër, do shikosh që çdo rimbursim që ti do bësh është jashtëzakonisht më i ulët se sa shpenzimi total kur ti do marrësh dikë dhe do ta ndërtosh nga e para. Tjetër gjë çfarë mund bëhen? Keni parasysh ka shumë klube ekskluzive. Gjithandej, çfarë të keqe ka për ato gocat që ne kemi apo çunat që ne kemi
Për këtë do të kemi mundësi të japim sigurisht palestrën, sigurisht që mund të japim një trajtim që mund të bëhet një herë në 3 muaj dhe atje të jetë një mënyrë që ne të tregojmë that we care, që duam t'ia dim. Ama në gjithçka që unë thash miq, dhe do ndaloj këtu sepse ka shumë çfarë mund të jenë bërë këtu në Shqipëri. Një rast konkret që ne kemi këtu është ne kemi subvencionuar, kompania ka subvencionuar 50% tarifa për shkollat private të fëmijëve. Po ky është një faktor i jashtëzakonshëm. Nga ana tjetër desha vetëm ta mbyll me këtë pikë. Do doja të thoshe që në gjithçka që ne themi, asnjë gjë nuk është që do të merret a priori, sepse pikërisht se janë staf i lartë tek ne, janë gjithmonë të bazuara në çfarë? Në krijimin e një kompanie kulture të performancës lartë. Pra këto janë për personat të cilët absolutisht janë persona që japin mrapsh, janë të gatshëm të punojnë me ne. Janë pikërisht ta persona që ne duhet patjetër të fillojmë mendojmë seriozisht për mbështetje për edukim të vazhdueshëm të tyre, absolutisht futja në këto programet e coachit që bëjmë bashkë, absolutisht mbështetja për shembull në qoftë se paguhet një MBA tyre apo një doktoratur apo kurse ekzekutive që ne mendojmë që janë të shkëlqyera dhe që mund të merren online. Ne mund të bëjmë patjetër rotacionin e tyre në kompaninë tonë, pra nëse dikush është i shkëlqyer në marketing, ti themi ok, futu një shkollimi, merr të mbulosh burimet njerëzore më brapa dhe e njëjta gjë dhe për ato të burimeve njerëzore. Pra nëse do flasim çfarë jam duke folur tani në fund është pikërisht kjo coaching personal. E lë në fund për të thënë që cilido që është interesuar dhe do të di më shumë, ju lutem më kontaktoni me Gjë Nikolaj nga rrjetet sociale, gjithandej, dhe ne mund të kemi një bisedë bashkë të flasim realisht si mund të krijosh një strategji të performancës së lartë, ku stafi i lartë të lusin të jenë tek ty. Okej, miq, uroj të mos ta kem bërë shumë të lehtë që po them, por dua të them që është e bëshme, dua të them që funksionon tek ne dhe funksionon dhe në daljen tonë globale, dhe aty ku punojnë në shtetet e tjera, funksionon po njësoj. Okej, miq, duke uruar gjithë bekimet e Perëndis, uroj ti kemi dhënë disa përgjigje, një antidot për atë gjën që quhet si gjëja e cila po helmon dhe po mbyt dhe po jep kokëdhimbje shumë bosave, atyre që drejtojnë bizneset tona in the right way. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis, pres mbështetjen tuaj sërish, duke më çuar mendime të ndryshme, pyetje, sugjerime e tjera. Sërish gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i ynë i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në kryqëzimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armatë të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollajt me gjesh, ndofta në Facebook me Lida Motro, ndofta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting e Gjë Nikolaj Fare, ose dhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, ka të bëjnë me gjithë rrjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MCC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.